Vlezër e motra, para 2 javësh, ne kemi menduar për letrën drejtuar Korintësve, kapitulli 15 për ngjalljen e Krishtit. Tani duhet të predikoj juve nga kapitulli 16. Edhe ne vërtësojmë sot gjithë kapitullin 1 Korintësve 16. 1 Korintësve 16. Elisabeta, a mund të jesh zëri I shkrimeve të shenjtë? Sa për të mbledhur të ndihmave për shenjtore, bëni edhe ju ashtu si urdhërova kishat e Galatis. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të përmendjan dhe të mbledh aq sa mundet, që kur të vi të mos bëhen atëherë mbledhje ndihmash, por kur të vi, ata që ju do të miratoni me letra do të dërgoj që të çojnë në Jeruzalem dhuratën tuaj. Dhe po të jetë e udhës që të shkojë edhe vetë, le të vinë me mua. Projekte, rekomandime të ndryshme për shëndetje, por do të vite ju pasi të kem kaluar nëpër Maqedoni. Por ndoshta do të rrite ju, ose edhe të dimëroj që ju të më përcjellni kudo që të shkoj, sepse tani nuk dua të shoh vetëm kalimthi, por shpresoj të rika kopra njush në dashë të Zotit, por do të rrinë e fes deri për shajët. Sepse mu hap një deri madhe dhe efikase dhe kundërshtar ka shumë, por nëse vjen Timoteu, kujdesuni që të rinj me ju pa frikë, sepse ai kryen veprën e Zotit ashtu si dhe unë. Pra, asnjë të mos e përçmoj, por përcilleni në paqe që të vi unë, sepse pres bashkë me vëllezërit. Sa për vëllan Apol, ju luta shumë që të vi tek ju bashkë me vëllezërit, por ai vdeshi kurse si të vinte tani, por do të vi kur të ketë kohë të volitshme. Rini zgjuar, qëndroni fort në besim, jini burrëror, jini të fortë. Gjithçka që u bëni, bëjeni me dashuri. Por ju bëj thirrje o vëllezër, ju e njihni shtëpinë e Stefanas, që është fryti I parë I Akaris, dhe që janë shkushtuar shërbesës së shenjtorëve, që t'ju nështroni edhe ju të tillëve dhe kujtoj që bashkëpunon dhe mundohet. Por gëzohem për ardhjen e Stefanas dhe të Fortuatit dhe të Akaiut, sepse ata e mbushën mungesën tuaj, sepse e freskuan frymën time dhe tuaj. Prandaj, jini njerëz të tillë. Ju përshëndesin kishat e Aziz, ju përshëndesin shumë në Zotin Aquila dhe Prishila, bashkë me kishën që është në shtëpinë e tyre. Ju përshëndesin të gjithë vëllezërit, përshëndetni njëri tjetrin me puthjen e shenjtë. Përshëndetja është nga dora ime e pali. Nëse ndokush nuk e do Zotin Jezus Krisht, qofti mallkuar, Maranatha. Zoti vjen, hiri Zotit Jezu Krisht qoftë me ju. Dashuria ime qoftë me ju të gjithë në Krishtin Jezus. Amen. Zoti bekoft fjallën e tij. Javën tjetër është dita e Zotit të dytë të muajit maj. Edhe kur vini në kish, do shihni këtu disa tash me ushqime. Kush është I privilegjuar ajo të jap ato ushqime? Është ajo që ka qenë për shumë vite në kish, që ka të drejtë për këtë? Apo është për secili? Dhe si do përdoren ato ushqime? Është për kafen që pim nga pas shërbesës? Apo ka një qëllim tjetër? Dhe pse kemi atë praktik? Për këto gjëra na tregon diçka apostoli Paul në vargjet 1 deri 3. 1 deri 3
sa për të mbledhërit e ndihmave për shenjtorët, bëni edhe ju ashtu, siç i urdhërova Kishën të Galatis. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërë minjan dhe të mbledh aq sa mundet, që kur të vi të mos bëhen atëherë mbledhje ndihmë. Por, kur të vi, ata që ju do të miratoni me letra, do t'i dërgoj të çojnë në Jeruzalem dhuratën tuaj. Apostoli Paul mori Kishën e Korintës gjatë udhëtimit të tij të dytë misionar. Në vitin 50 pas Krishtit. Mund të lexoni për këtë tek Veprat 18. Pasi përfundoi udhëtimin, Pauli u kthye në Jeruzalem. I dha Kishës mëmë në Jeruzalem dhe pleqët e saj një raport për udhëtimin e tij. Pleqët u kënaqën dhe dërguan Paulin prap për tek kombet pagane. Por, ne lexojmë te Galatas 2:10, vetëm na porositën që të kujtoheshin për të varfërit. Pikërisht atë që edhe unë e kisha ndërmend të bëja. Vetëm na porositën që të kujtoheshin për të varfërit. Të varfërit e Jeruzalemit kishin përjetuar një kohë përndjekjeje të rëndë. Mbi këtë, kishin përjetuar një periudhë zija buke. E prandaj Pauli mori një urdhër nga pleqët e Jeruzalemit të kujtoheshin për të varfrit. Edhe Pauli thot me ndërgjegje, unë kam patur ndërmend këtë, edhe kam zbatuar vazhdimisht. Përpjekja që vjen tek ne tani është, cili është vendi i nevojtarëve tek ne? Në ndihmë, në lutje, në kujdesi. A kanë vend të varfërit tek ne? Është mirë të kemi një predikim për gjëra të tilla? Mirë, nëse apostoli Paul ka nevojë për 3-4 vargje për të shpjeguar siç mendon ai të jetë këto, edhe ne ta them. Edhe do bëjmë 3 pyetje. Pse? Pra, qëllimi i ndihmës. Së dyti, kur? Dita e mbledhjes. Edhe së treti, si? Mënyra e dërgimit. Pa kemi temën sot, mbledhja e ndihmës për shenjtorët. Qëllimi, pse? Kur? E cilën ditë? Edhe si të bëhet dërgimi i mbledhjes të varfërve. Pauli kishte mbjellë Kishën Korintasit në udhëtimin e tij të dytë, edhe kur ai filloi udhëtimin e tretë misionar, ai së pari përshkoi Galatin, që është në mes të Turqisë së sotme. Dhe pasi kishte kaluar kohë me ato kisha, arriti në Efes për herë të dytë. Në Efes ai kishte një port të hapur, një derë të hapur, mu hap një derë e madhe të vargu 9, dhe efikase dhe kundërshtar ka shumë.
Pali ndenji 2 vjet në Efes. Po nuk harroi kishin e Korintasit. A i dërgoj një letër asaj kishe, një letër që ne nuk e kemi. Është ka humbur. Nga kisha, a i mori një letër përgjigjëse, që nuk u dërgua me post, por, si pas vargut 17, përpari thot, por gëzohem për ardhjen e Stefanas, personin që a i kiste pagëzuar në Korinthi i parë, Stefanas, dhe të Fortunatit, dhe të Akajikut, sepse ata e mbushin mungesën tuaj. Sepse freskuan frymëtimet tuajin, prandaj njihni njerëz të tillë. Ata 3 burra sollën letrën prej kishës së Korintasve Paulit në Efes. Por edhe atë letër nga Korintasi ne nuk e kemi, por duket që ajo kishte shumë probleme. Shumë. Kishte ndarje mes vëllezërve, kishte imoralitet të hapur, edhe të patrajtuar. Kishte gra që nuk tregonin respekt për burrat në shërbes, kishte mungesë dashurie, kishte keq përdorim të darkës së Zotit, kishte keq përdorim të dhuntive frymërore, edhe më së keqe kishte dyshim për gjalljen e Krishtit. Edhe kishte pyetje rreth ndihmës për shenjtorët. Pali grumbuloi të gjitha ato probleme, edhe dha udhëzime për të përgjigjur. Kjo është letra 2 që ai ka shkruar Korintasve, që ne kemi në Bibël si letra e parë drejtuar Korintasve. Kjo letër nga kapitulli 1 deri 16 që kemi lexuar sot, është përgjigja e Paulit për ato probleme që ai kishte marrë përmes letrës dhe 3 vëllezërve që erdhën nga Korintas. Edhe duket nga përgjigjet e Paulit që ata kishin shtjelluar një seri pyetjesh, por Pauli ka shtuar disa tema që ai kishte dëgjuar nga vëllezërit, dhe kështu ai ka ndërtuar letrën drejtuar Korintasve, letra së pashka. Edhe një prej temave ishte tema e ndihmës së shenjtorëve të varfër. Edhe pyetjet që ata bërën ishin: pse ta bën? Ku ta bën? Si ta bën? Edhe Pauli të një jep një përgjigje. Në vargun e parë. Sa për të mbledhurit e ndihmave për shenjtorët, bëni edhe ju ashtu si që udhërova kishat e Galatis. Pra kishte një gjashmëri midis kishave në Galati edhe kishës së Korintas. Pauli kishte një temë që ai kishte dhënë atyra kishave, edhe që ai kishte dhënë kishës së Korintasit. Edhe ajo temë është: blidhni ndihma për shenjtorët të varfër. Edhe ai tha: unë kam urdhëruar disa udhëzime kishave të Galatis. Urdhëruar, këtu në greqisht, është një fjalë e fortë, një fjalë ushtarake të një komandanti. Pauli kishte jashtësirë për të dhënë ato urdhra. Sepse kush ishin ata të varfër? Ishin pikë së pari të varfërit e kishës së Jeruzalemit.
Pauli tregoi që I kishte shumë respekt për atë kishë në Jeruzalem, sepse ishte kisha mam. Kisha që u ngrit pas zbritjes së Frymës së Shenjtë, Veprat kapitulli 2 në Jeruzalem. Edhe që u përhap pastaj në disa kisha të tjera, shumë kisha të tjera, por Pauli konsideroi kishin e Jeruzalemit si kisha mam. Edhe pleqt e kishës së Jeruzalemit për Paulin kishin një autoritet të veçantë. Edhe ata kishin rënë dakord që edhe kishat e tjera të ndihmonin të varfërit e Jeruzalemit. Edhe kështu duket gjithashtu që kisha në Jeruzalem edhe kishat në Galati, në Korint, në Rom, sepse më vonë Pauli do të shkruante letrën drejtuar romakëve, prek atë temë, që të gjithë ato kisha që kishin përbërje greke në shumicë, akoma ishin të urdhëruar të ndihmonin kishën e Jeruzalemit. Pra ko ishte faktikisht një nisje të një lëvizjeje në për të gjithë ato kisha që Pauli shërbente për ndihmën e kishës edhe të varfërve të Jeruzalemit. Kështu që kishat greke të mendonin për kishën e parë hebraike. Imagjino që kishat e Siris, I Gazës, I Egjiptit, në ditët e sotme, të ndihmonin kishën e Jeruzalemit në Izrael me të adhurat e tyre. Imagjino që kisha e Tiranës të dërgonte ndihmat për viktimat e krishterë nga përmbytjet në Brazil, që ndodhen në këto javë. Kjo është ideja e parë, që kisha të jetë të ndërlidhur, jo të pavarura, si të thuhet sot, por të ndërlidhura edhe të ndihmojnë njëri tjetrin. Sa për të mbledhurit e ndihmave për shenjtorët, bëni edhe ju ashtu si që urdhërova kishat e Galatis. Edhe Pauli shkruan pak më poshtë, vargu 8, që ai kishte dërguar Timoteut me këtë letër, edhe thotë, do të rri në Efes deri për Rishajit, pastaj unë vi në Korint për të qenë me ju. Pastaj do shohim sa keni mbledhur, edhe t'i çojmë ato para Jeruzalemit. Të paktën përmes disa vëllezërve të kishës suaj për në Jeruzalem, me letra të shkruara nga apostulli Paul, edhe ndoshta Pauli do të shkonte vetë me të dërguarit, për të sjellë ndihmat Jeruzalemit. Kjo është ideja e tij kur ai përfundoi letrën e parë drejtuar Korintësve. Por kur erdhi Pauli disa muaj më pas, ai u habit për situatën e keqe në Korint. Që ai ndenji për një farë kohë për të drejtuar situatën aty, edhe ngjeu nuk është një të largohem për në Jeruzalem, po dua të rri në zonën, u kthye përmes Maqedonisë, prapë për në Efes, deri ca kohë në Efes, pak a shumë 2 vite, edhe u kthye përmes Maqedonisë përsëri, për në Korint. Shiko si Pauli rrotuloi gjithë vendin, qarkulloi gjithë vendin, sepse ishte përgjegjës për ato kisha, dhe situata në Korint që aq qetësuese, që ai nuk largohej, por rrinte në zonë, edhe shërbente, edhe kur ishte në Maqedoni, duke shërbyer kishat rreth Selanikut,
dërgoj Titin në Korint si përgatitje për ardhjen e vet, për të ditur si situata tani. U kthye Titi në Maqedoni, tek Pali, edhe tha, o apostol, situata në Korint ka përmirësuar shumë. Ata njerëz kanë marrë në zemër letrën tënde të parë, edhe situata është përmirësuar shumë. Dhe Pali u gëzua jashtë mase, edhe shkruante letrën e dytë drejtuar Korintasve, që nuk është një letër kritikuese si e para, por është një letër mbushëruese. Edhe në atë letër, ai shkruan përsëri për atë mbledhje të ndihmave që kishte vazhduar në Korint. Tani jemi 4 vite të paktën më vonë, edhe mbledhja e ndihmave ka vazhduar në Korint. Edhe Pali shkruan në letrën e 2 kapitullit 8, po ju bëm të ditur u vëllezër, hirin e Perëndis që është dhënë kishave të Maqedonisë, ku Pali ishte në të kohë. Se në mes të shumë sprovash shtrëngimi, mbushurlia e gëzimit të tyre dhe varfëria e tyre në thellë, u ka përderdhe në pasuritë dorë gjerësisë të tyre. Sepse sipas mundësive të tyre, edhe shmoj këtë, edhe te mundësive të tyre dhanë vullnetarisht. Dhe na u lutën pa na u darë të pranojmë dhuratën dhe pjesëmarrjen në ofertën për shenjtuarit. E jo vetëm vepruan ashtu si shpresonin, por ja dhanë veten më përpara Perëndis dhe pastaj neve nëpërmjet vullnetit të Perëndis. Kështu ne këshilluam Titin që ashtu si e nisi këtë vepër të hirit midis jush, ashtu edhe ta përfundoj. Por sikurse jeni të pasur në gjithçka, ta Korintësve, në besim dhe fjalë e dituri, në çdo kujdes dhe në dashurinë tuaj ndaj nesh, ashtu të ka përderdhe edhe në këtë vepër të hirit. Këtë nuk e them si urdhër, por që me anë të zellit të të tjerëve të vënë në sprov sinqeritetin e dashurisë suaj. Pra me përvojën e tij në kishat e Maqedonisë për atë mbledhje të ndihmave, ai inkurajoi Korintasit të vazhdonin e të përfundonin e të punën e Pali. Kishte shumë shpresë që ata i dhanë veten Krishtit edhe pastaj të varfër. Kjo për qëllimin e ndihmës. Pali shkrua tani në vargun 2 për ditën ku të bëhej mbledhja e ndihmave. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërë një javë dhe të mbledh aq sa mundet, që kur të vi të mos bëhen atëherë mbledhje ndihmash. Të parën ditë të çdo jave. Ne themi dita diell, Pali nuk përdor fjalën dita diell, sepse dita diell në botën romane ishte dita e adhurimit të idhujve, djelit në veçantë. Pali nuk përdori këtë shprehje pagane, tha në çdo ditë të parë të çdo javë. Çdo ditë të parë të çdo javë. Pse? Pse u mblodha ajo atë ditë? Është avaniment që kemi lexuar para 2 javësh. Nga kapitulli 15, vargu 20. Por tashti Krishti u ringjall prej së vdekuris dhe u bë fryti i parë i atyre që kanë fjetur. Krishti u ngjall. Në cilën ditë u ngjall? Në ditën e 3 pas kryqëzimit, që ishte dita e parë e javës, dita e diell, themi ne. Edhe në këtë ditë Krishti u bë fryti i parë i atyre që kanë fjetur. Atyre që kanë fjetur, ai edhe referohet fëmijëve të Perëndis që kanë ndërruar jetë, edhe
presin të ngjallen me trupat e tyre për të qenë me Zotin për herë. Krishti u ringjall edhe u bë fryti i parë. Edhe ajo fjalë fryti është interesant. Sepse për një hebrej tani tingëllon diçka që kemi biseduar edhe të premten e kaluar në studimin biblik, tek Levitiku kapitulli 23 bisedohen praktikisht Zoti jep urdhër për disa festa të hebrejve. E në një prej festave ishte dita e Pashkës, që ishte dita pas Shabatit. Dita pas Shabatit. Pra, dita e parë e javës. Edhe 7 javë më vonë, do të kishte festa e Rishajve. Edhe specifikohet aty Levitikus 23, pra dita pas Shabatit. Pra juden kishin 2 festa që baheshin në ditën e parë e çdo javës. Dita e Pashkës, dita e Rishajve. Dita e Pashkës ishte dita e mbledhjes e korjes së parë. Edhe u sollën dhurata në tempull, në tabernakull në shkëtir, për të prezantuar Zotit që tyre. Dita e parë e korjes së parë. Pas 7 javësh, ata erdhën përsëri, por ata kishin korjen të plot tani. Edhe u sollën disa bukë në shtëpinë e Zotit për ta prezantuar përsëri Perëndis. Pra ishin ditët e fillimit dhe të përfundimit të korjes. Fryte të korjes. Fryti i parë dhe fryti i përfunduar. Si pak. Me kuptim, Krishti u ngjall në ditën e Pashkës, dita pas Shabatit, si fryti i parë, 7 javë më vonë zbret fryma e shenjtë për të mbledhur korjen e punës së Krishtit në këtë botë, që Ungjili të përshkojë botën, edhe kishat të ngrihen në çdo vend, edhe besimtar që ishin pa njohurinë e Krishtit të shpëtohen e të bëhen korja e Krishtit për Krishtin. Siç ka ndodhur edhe të kjo. Puna e frymës së Krishtit. Pra, kur pari këtu, në 1 Korintë 16 vargu 2, flet për të parën ditë të javë, e në greqisht ka një mbledhje si thesar, a i mendon për frytin e parë, Krishtin. A i përdor një gjuhë bujqësore për fryte. E thot, kur ju blidhni ndihmën për të varfërit, ju merrni pjesë në korjen e Krishtit e ju ndani nga korjet e tua materiale për të varfërit në një tjetër vend. Prandaj, mbledhja nuk u bë të martën apo të premten, por u bë në mbledhjen e kishës në ditën e parë e çdo javë. Çdo javë. Çdo të ditë. Ja një herë muaj, po çdo të ditë. Dhe pastaj pari vazhdon duke treguar si të bëhen këto gjëra. Nëse ato ndihma monetare u mblodhen gjatë 4 viteve derisa të vinte pari, atëherë ajo kish duhet të ketë patur disa drejtues që ishin përgjegjës për mbledhjen e fondeve edhe për t'i ruajtur. Patjetër. Djak nuk ishte akoma, as pleq në Korint, po ka patur një komitet ndoshta diakonal për të mbledhur ato ndihmë. Edhe për t'i ruajtur.
derisa të vinte apostoli. Edhe tha apostoli të viheshin me njanë të ardhura. Të viheshin me njanë kupton që nuk të shofësh qa kene gjenë, mund të ndajnë dyre do të japë diçka të varfër. Jo, të vihesh me njanë kupton, dje të shtunën ke marrë rrogën e javës, të vihesh me njanë, dhe kjo është rroga ime, 100 le të themi, edhe do marrë një pjesë, do të vë me njanë, të mos për dorë për blerje të tjera, e vë me njanë për Zotin, edhe për të varfrit në Jerusalem. Edhe të nesërme në ditën e djellë, do të marrë me vete, e do të japë. Sa do të ishte? Nuk specifikohet. Ne dim nga djata tjetër që judejnë dhanë 10% të ardhurave kishës të tyre, shërbesës së Perëndisë. Pari nuk e specifikon, para i thot diçka shumë e rëndësishme, se cili nga ju le të vërë me njanë dhe të mbledh aq sa mundet. Aq sa mundet. Do të ka një familje të varfër, 10% nuk është pak, mund të jetë maksimum. Po për një familje me të madhe, në pasuri, ata ndoshta mund të japin 100%. Jo, me falë, 20%. Sepse mbeten 8%, 80% të një shumë të madhe. Pra, si pas mundësisë, si pas fuqisë për të bartur diçka, ata të japin. Edhe jo dikush që ka zemër për këtë, por si cili nga ju dhe të vërë me njanë dhe të mbledh aq sa mundet. Dhe kështu të shtohet e ardhura për kishat e Jerusalem, për të varfrit e Jerusalemit, dhe ku të vi pali, ata disa vëlezër që ju si kish do të miratoni, do më të ju keni për të menduar kush ka kohë për të shkuar në Jerusalem, edhe kush t'i besueshin. Ka i të merë ato para në dorë, jo një person, disa, që përfaqësojnë kishën, që janë një bura vëznik, të shkojnë në Jerusalem, me gjithë atës thesar, që është mbledhur nga kisha Korintës. Imaginoni, për një moment që Jerusalem, vjetë, kishin ardhur disa nga Galati, me një dhurat për të varfrit. Pargje, disa nga Macedonia, që kishin dhe në veten Perëndis, dhe pastaj solën gjëra në Jerusalem. Edhe tani, vinë vëllezër nga Korinta. Ndoshta bashkë me Paulin, por për të sjellë dhuratën e tyre. Edhe me të ardhmen do vinë vëllezërit nga Roma, përsëri me një dhuratë nga kisha e Romës për të varfrit e Jeruzalemit. Sa të gëzuar do të jenë ata të varfër që marrin ndihmë jo vetëm prej kishës së Jeruzalemit, por prej kishave të tjera në botën e krishterë. Që vërtet ato kisha të jenë bashkë, të jenë një. Dhuratën tuaj, thotë. Nuk thotë dhuratën time, nuk është dhurata apostolike, është dhurata juaj. Ju e keni mbledhur, ju e dërgoni në emrin tuaj. Unë tjesto pari organizoj pak këto gjëra në urdhër, por dhurata është juaj. Dhurata këtu në greqisht është fjala charis, që ne kemi si hir. Pra dhurat nuk është detyrim, nuk është taks, apo taktim, është dhurat, hir. Por nuk mund të marrë japësh hir, asa të këllësh marrë hir. Pra ideja e fjalës hir është, ju keni marrë hir prej Perëndis, e nga hir, që ka gëzuar zemrën tuaj, do jetë një pak hir sipas mundësive të tjerëve. Do mos mbani çdo hir për veten tuaj, po të ndani hirin e marrë nevojtarëve. Kjo është ideja.
Edhe kjo në ditën e ngjalljes së Zotit Jezus, në mes të takimit tuaj si kish, që ajo mbledhje e dhuratave çdo javë është si një formë adhurimi. Sepse keni marrë hir prej Zotit, do të jepni Zotit dhuratën që keni marrë, edhe i dërgoni vëllezërve në nevojë. Një akt adhurimi. Tani çfarë mësojmë për veten tonë tani? Nuk është mua për të caktuar datën që ne kemi për të mbledhur ndihmë për të varfërit. Një në mua mund të shkoj në një fazë të kishës, jalla thot, të parën ditë të çdo javë. Të dohet me disë pastorit dhe anëtarëve, si do të bëjmë ne këtë. Edhe dim gjithashtu që nuk kemi vetëm ndihma për të varfërit, e kemi edhe aty një kuti me një hapësirë, sepse kisha jonë është pak në një situatë e ndryshme, se sa kisha e Korintasit, ata u mblodhën në një shtëpi private të një anëtarit të kishës që kishte pak hapësirë, si flitet edhe për Aquila dhe Priscilla, që kishin drejtuar kishën e Korintasit në të kaluarën, tani ka një kishë në shtëpinë e tyre në një zonë të Efesit. Argument të mëdhenj. Kështu ishte edhe situata në Korint. Pra kisha nuk ishte shumë shpenzime për dritë, apo për ngrohje, apo për qiran, sepse u mblodhën në një kishë në një shtëpi private. Ne jemi në një situatë ndryshme tani në Shqipëri, kemi për të paguar edhe blerjen, kemi për të paguar korrentin, kemi nevojë në këtë pastorin tonë të ardhmë shqiptar, do të kemi edhe oferta për kishën, po sigurisht duhet të kemi edhe oferta për nevojtar. Secili kontribuon. Të vërë me janë në mënyrë të planifikuar sipas mundësisë. Jemi të kënaqur me gruan e vet që jap 2 drachma. Në shembull nga Luka, që tha Zoti Jezus. Ajo ka dhënë më shumë nga pasuria e saj se sa ju, sepse ajo dha gjithë pasurinë e saj. Edhe ndoshta në këtë mënyrë të ndihmojmë të varfërit brenda kishës, ndoshta për rreth, në lagje, ndoshta edhe në kisha të tjera. Kush e di në kishën e kapelanës ka një problem që ne mund të kontribuojmë për atë kishë. Nëse jemi në gjendje. Por në mënyrë transparente, në mënyrë të përgjeshme, me bashkë miratim, jo me impullim, me kujdes. Edhe duke bërë këto gjëra, ne jemi duke adhuruar Krishtin e ringjallë, sepse bën në ditën që ai u ringjall, kur ai u bë fryti i parë, kur zbriti fryma e tij, korja e të cilit jemi ne. Me shpresë që një ditë korja e kësaj bote do të përfundohet. Atëherë, kur Krishti kthehet, ai do të mbledh gjithë kishën, çdo besimtar, hebre dhe johen, e do të bashkojnë në hambarin e atit të tij qelluar, që quhet mbretërinë e Perëndisë. Edhe ne të jemi të gëzuar, të lumtur, të hirin, e pamerituar, që edhe ne të jemi pjesë të korjes së Krishtit. Nevojtar nuk do të ketë më në atë kohë. Të varfër nuk do të ketë më. Të gjithë fëmijët e Perëndisë do pasurohen, edhe do gëzohen, edhe do të ngazëllohen, duke parë Perëndinë në sytë e tyre. Prandaj, Paulli në 2 Korintasve 8 shtoi një vargu 9, duke thënë,
sepse ju e njihni hirin e Zotit ton Jezu Krisht, që duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij. Për ju. E të lutem. O Zot Perëndi, të falenderojmë për fjalën tënde praktike, që gjithashtu tregon shumë thellësi, që Krishti, që ishte i pasur me Perëndi, u bë varfër, duke lindur në këtë botë, duke vuajtur edhe duke qenë i kryqëzuar. Dhe kështu na drejton sytë tanë nga kutia, nga thesi, të kryqi, të Krishtit, të shohim një varfëri totale për hirin e shpëtimit tonë. Ti ke blerë kishin tënë, Zoti Jezus, me një çmim gjaku, që është shumë i lartë. Dhe nga mirën e oja, dhe nga udhërimi ndaj teje, duam të japim si pas vëdrit të apostolit, si pas zërit të. Ndihmona, ta zbatojmë si që do të latin të, e për të mirë, e të varfër, e lutemi për nevojtarët në mesin tonë, për nevojtarët, rrethmesh, në këtë lagje, ata pletë. Ne lutemi për familje që nuk kanë shumë mbështetje, për njerëz pa punë, për njerëz të shgënjyra në gjithë këtë shoqëri. Ne lutemi për ata që nuk kanë ndihmë, që ata të mësojnë që ndihma atyre të vijë nga Zoti, siç kemi kënduar. Ne lutemi edhe për kisha të tjera, ende për kishën në Izrael, sepse tani ka shumë nevojë të lutjet tona, që kisha jote aty të mbrohet, dhe të bëhet bekim, jo vetëm në brenda vendit të Izraelit, por të bëhet bekim ende për Gaza, për Siri, për Egjiptin, për Lebanon. Ne nuk kuptojmë si ta mund të bëhet, por fjala jote premton. Dhe ne lutemi o Zot, të shtrih dorën tënde atij vendi, dhe të bekosh Izraelin në nevojat e tyre. Gjithë këto gjëra, të lutemi ty në emrin e Zotit Jezus, të frytit të parë. Amen.